Ishin 3 të tilla, të cilat do të lidhe me Igli Çelmetën për të na dhënë më tepër informacione. Fillimisht një saktësim, Igli, janë 3 apo 5? Përshëndetje sërish Nisida, tashmë për pak sekonda pritet të nis edhe testi i tretë për përplasje e tretë live demonstrive. Në total janë 4 teste për përplasje live të automjetit. Testi i tretë është një përplasje ku automjeti përplas këmbësorin. Pra, për dhënë një mesazh sensibilizimi, pranë meje kam sërish kreun e EVU Albania, doktor inxhinier Alfred Hasanaj për ta pyetur më shumë, çfarë do jetë testi i tretë, më saktësisht? Atëherë testi i tretë do të jetë një goditje ndërmjet një automjeti dhe këmbësorit. Kodi rrugor në 188.1 kodi rrugor ka përcaktuar eksaktësisht që këmbësorët do të qarkullojnë në vendkalim këmbësorësh. Për shumica aksidenteve që shoqata analizon për ditën në aktivitetin e saj, është ndodhë që gjitha rastet, shumica e rasteve, më them 99% e rasteve, ndodhë që këmbësori nuk qarkullon në vendkalim këmbësor. Pra nuk respekton kërkesat e kodit rrugor, konkretisht në 188.1 të kodit rrugor, pra të qarkullojnë në vendkalim këmbësorësh. Gjithashtu do të kemi dhe drejtuesin e automjetit, i cili nuk respekton semaforin, semafori po me të kuqe domethënë. Drejtuesi i automjetit do hyjë me semafor me të kuqe. Kurse këmbësori do kalojë vizat e bardha. Pra kemi rastin që edhe drejtuesi i automjetit shkel kërkesat e kodit rrugor, pra hyjë me semafor me të kuqe dhe këmbësori nuk qarkullon tek vijat e bardha. Pra ky është mesazhi që do të japin që përdorësuesit e rrugës, pra përdorësuesit e dobët të rrugës këmbësore do të qarkullojnë në vendkalim këmbësorësh të respektojnë kërkesat e kodit rrugor në 181.1, 2 dhe 5, sepse kemi edhe shumë aksidente që ndodhin natën që hynë domos në autostradë që lëvizin këmbësorë nga kodi rrugor ka përcaktuar eksaktësisht ndalohet qarkullimi i këmbësorëve në autostradë, por ndodhin shumë aksidente. Po janë shtuar shumë aksidente, po ndodh që kemi ndërprerje natën dhe këmbësorët nuk janë të pajisur me element fosforishent. Jemi gati për testin, do t'japim mesazhin tani. Jemi gati. 1 minutë lutem. Jemi gati. Nisida pritet 20 testi i tretë, pra i përplasjes këmbësorit nga automjeti, ku automjeti do futet me të kuqe, pra nuk do respektojë rregullat e qarkullimit, po ashtu edhe këmbësori nuk do qarkullojë, nuk do lëviz më saktësisht tek vizat e bardha, por përtej vizave të bardha. Tashmë do demonstrohet live kjo improvizim, pra siç e shikojmë, jemi live tani, automjeti po vjen me një shpejtësi që ta përcaktojmë me anë të metodave shkencore, po vjen me shpejtësi te normave të lejuara, me një shpejtësi të lartë. Nuk do respektojë rregullat. Nuk respektojë, hyj me semafor me të kuqe dhe godet këmbësori që nuk qarkullon te vijat e bardha. Duket përplasja ishte fort. Përplasja ishte fatale, ishte fort përplasja dhe neve tani me këto metoda tona do të përcaktojmë ja dhe shërbimi policisë rrugore, të cilin e falenderojmë gjërastin të falenderojmë. Falenderoj dhe zotin Qato që u bë pjesë e këtij aktiviteti dhe na mbështetin në këtë aktivitet. Pra dhe mjeti i shërbimit policia rrugore erdhi vendngjarje dhe dokumentoi ashtu procesin që ne e bëjmë, por nuk ta përsërisim përsëritjen e procesit dhe jemi mesazh falënderimi për cilin e falenderojmë policinë rrugore. Siç duhet përplasja ishte e fortë shpejtësia e mjetit ka qenë te normave të lejuara. Ky është një mesazh falënderimi që po na bën policia rrugore mbi këtë aktivitet dhe ne gjejmë rastin ta falenderojmë policinë e shtetit, drejtuesin e policisë rrugore zotin Qato, po edhe drejtorin e përgjithshëm të policisë. Pra ky është testi i tretë. Ky është testi i tretë, pasi që pat automjeti hodhi këmbësorin në distancë shumë të largët. Do filloj përsëri procedura nga e para, automjet këmbësor do vendosen piketime, do bëhet skanimi i ngjarjes së dëmerave dhe do të përsëri kutia. Pastaj do kemi edhe testin e 4, automjet me automjet. Testi 4 do të jetë automjet me drejtues real të automjeteve, me drejtues real dhe ai do jetë shumë interesant. Këtu kemi edhe një ekspert që ka një eksperiencë të gjatë në fushën e aksidenteve rrugore, zotin Hodo, i cili do japë fjalën mbi këtë aksident. Zotë Hodo, përshëndetje. Sapo demonstrua një aksident live ku automjeti përplasi një këmbësor i cili nuk lëvizet te vizat e bardha, po ashtu dhe automjeti nuk respektoi rregullat e qarkullimit rrugor, duke u futur në semafor me gjyrë të kuqe, po ashtu dhe me shpejtësi te normave të lejuara. Cili është mesazhi që japim në këtë aktivitet të zhvilluar sot nga EVU Albania? Po, ideja është kjo që këtu po zhvillohet një live crash test për herë të parë në Shqipëri dhe në këtë moment që pam live crash testin bëhet fjalë midis përplasjes së mjetit me këmbësorin. Në këtë rast edhe mjeti edhe këmbësori nuk i kanë zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor. Tani, ideja është kjo që ne duhet jemi të përgjegjshëm se gjithçka që po bëhet në këtë event
është për të sensibilizuar gjithëkënd që duhen zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor, për arsye sepse jeta është një dhe vetëm një. Dhe ne duhet që ta mbrojmë atë nga një anë dhe nga ana tjetër drejtuesit e mjeteve duhet të jenë të përgjegjshëm që të tregohen më fleksibël në qarkullimin rrugor, pavarësisht se një këmsor mund të bëjë shkelje në trafik e njëri tjetrën, drejtuesi i mjetit duhet të jetë më i përgjegjshëm se këmsor, duke qenë që është mjet me burim të shtuar, rreziku e tjera që mund të shkaktojë vdekjen në çdo moment këmsorit e tjerëve që mund të jenë pjesë e trafikut. Në këtë rast e veçanta e këtij eventi është që duke ditur faktin që nuk kemi gjumë frenimi për zbatimin e metodave klasike për qarkullimin rrugor dhe për të llogaritur efektet që ka shpejtësia e mjetit e një tjetër, ideja ashtu që zbatohet në këtë rast, po themi, metodologjia shkencore me Event Data Records, e cila është një pajisje e cila montohet në mjet dhe regjistron eventin gjatë aksidentit. Po, e cila regjistron veprimet që ka kryer drejtuesi i mjetit me shfaqjen e burimit të rrezikut. Dhe ne tani do t'i kontrollojmë këto veprime dhe do të shikojmë se si konkretisht, domethënë, ka ndodhur situata. Edhe do t'jepen çfarë veprime ka kryer drejtuesi i mjetit, nëse me shfaqjen e burimit të rrezikut ta ka marrë në një mas për evitimin e aksidentit. Duket përplasja ka qenë fort, pasi xhami i parë ka marrë dëmtime të shumta i automjetit. Po, Kjo tregon që shpejtësia ka qenë e lartë. Po, shpejtësia është relativisht e lartë. Edhe goditja që ka ndodhur në xhamin e parë na tregon kjo provë e fiksuar në vendin e ngjarjes, na tregon që megjithmonë kjo shpejtësi ka qenë e lartë. Pra, drejtuesi i mjetit nuk ka reaguar në kohë. Ne do ta shikojmë edhe me veprimet që do të ma tani e DR-ja, për arsye sepse nuk kemi as gjumë frenimi të fiksuara në rrugë, dhe do ta shikojmë dhe e vetmja pajisje që mund ta bëjë këtë punë është Event Data Records, për cilin po flasim. Po, kutia e zezë, domethënë në kuptimin klasik të fjalës thuhet kutia e zezë. Ajo është Event Data Record, e cila është e montuar në mjet dhe do të na gjej tani treguesit e përplasjes, domethënë shpejtësia, se sa ka qenë mjeti dhe se sa ka humbur mjeti në përplasje. Domethënë bëhet fjalë për delta V, se në fund të fundit ajo është që shkakton, domethënë, efektet në këmsor. Delta V janë ndryshimi i shpejtësisë së mjetit. Në këtë rast do të shikojmë se sa do të jetë ky efekt që ka shkaktuar në mjet dhe do të bëjmë llogaritjet. Pra, teknologjia dhe zbatimi i saj, siç po zbatohet në vendet e Evropës perëndimore, tani po vjen edhe në vendin tonë. Ne jemi të certifikuar, të licencuar për të punë dhe kemi marrë pajisjet që janë njësoj siç janë në Bashkimin Evropian dhe tani janë duke u bërë dhe duke u zhvilluar procedurat. Ka disa kohë që jemi të azhurnuar me vepra penale dhe trajtimin e tyre në gjykat, në prokurori, me qëllim që gjithkush që është në shkeljet ligjit të marrë përgjigjen nga ligji. Pra, duhet jemi të përgjegjshëm në rrugë si këmsor, drejtues mjeti dhe gjithçka, që e thash në fillim që jeta është një dhe vetëm një dhe atë duhet ta ruajmë me çdo formë dhe metodë. Faleminderit. Një mendim nga eksperti nga Maqedonia e Veriut. Shikoni testi tret u kri, goditja mes të automjetit dhe këmsorit, mbas asaj që shohim nga hudhja e këmsorit, mbas goditjes, hudhja e këmsorit para automjetit, dikundi të 35 metre kemi nga pika e goditjes deri te mbarimi i këmsorit, mbas asaj që ne në mënyrë klasike llogarisim shpejtësinë e kontaktit automjetit, parafërsisht duhet të jetë dikundi te 70 km/h, mirëpo do të shohim tash me mjetet e sofistikume, të shohim raportin, çfarë raporti do të na japë kutia e zezë. Faleminderit. Menderqofsh. Ky ishte edhe testi i tretë Nisida dhe pak minuta do të kemi edhe testin e tretë ku do përplasen 2 automjete me njëra tjetrën. Faleminderit Igli për informacionet.